Kandidatët për deputet të listës së Partisë Demokratike në Vlorë, Atir Hoxha, Edmond Fetau, Nada Daulja, Alda Haluci, Monika Oshafi, Romario Meminaj dhe Mario Runa përshëndetën të rinjt dhe ritheksuan zotimin e tyre për t'i përfaqësuar me dinjitet në kuvend. Ata u shprehën se zëri i rinisë do të dëgjohet dhe do të jetë i pranishëm në çdo vendimarrje. Partia Demokratike në këtë fushat vjen me një program të plot, i cili pa diskutim ka pjesën edhe për të rinj, e cila është një paket, do të thosha unë, e cila nxit dhe stimulon të rinj të investojnë. Do të doja shumë që secili prej jush të bëhet promotor i programi. Është një nga programet më të mira që Partia Demokratike ka pasur deri tani në të gjitha fushatat që ka zhvilluar. Është një program i cili është realizuar nga ekspertët më të mirë vendas dhe të huaj. Janë 1.1 milion qytetarë shqiptar të rinj dhe të reja, të cilët janë larguar nga ky vend dhe kanë marrë rrugët e Europës apo edhe më tej akoma në Shtetet e Bashkuara apo në vende të tjera. Nëse do ishte mirë, s'kishim pse të largoheshin. Janë larguar sepse këtu kanë diçka që nuk u ka pëlqyer apo nuk janë realizuar në ato ëndrat e tyre apo në aspiratat për të zhvilluar qoftë edhe biznes të vogël apo edhe studimet. Se jo më kot në programin e Partisë Demokratike është një pikë shumë thelbësore, e cila menjëherë në 100 ditën e parë do të implementohet menjëherë. Është heqja e mesatares për të hyrë në universitete. Në përfundim të takimit, Leska i dhuroi disa tituj librash për të rinj pjesëmarrës, duke e konsideruar këtë si një risi në fushatën elektorale dhe një gest simbolik për të nxitur dijen dhe frymën qytetare tek brezi i ri.